Atër problemet me smundje mushkrive paraqesin për problematikeve më të shpeshta që i prekin kosovarët. Do të thënë, përfshi probleme me smundje të zemrës, këto të mushkrive vinë menjëherë pas probleme kardiologjike. Më së shumti, rastet që më së shumti kemi, do të thënë rastet me cilët ne merrem më së shumti janë ato me rrugët e frymarrjes. Këtu hynë problematikat e bronkitit kronik, emfizema, që janë karakteristike të njerëz që kanë pi duan më herët, po më së shumti kemi rastet që lidhen me astmën bronkiale dhe gjendjet e hiperaktivitetit bronkial, që janë karakteristike të rinjt, të ata që kanë alergji ose që kanë një ndjeshmëri më të madhe të rrugëve të frymarrjes. Këta shumica janë paraqesin shumicën e pacientëve që ne përballemi çdo ditë. Edhe normalisht këto vitet e fundit, me ndryshimin e kohës, pra ardhja pranverës, bjen rritje të alergjenëve, polenëve të ajrit që ndikojnë pikërisht në rritjen e përkeçimeve të këtyre problemeve. Kemi dy kategori të pacientëve, ose njerëzve që vujnë me problemeve të frymarrjes. Kategoria e parë, janë ata që vuajnë nga problemet e frymarrjes që vinë si pasojë e pirjes së gjatë të duhanit. Pra, në ato raste, normalisht rekomandimi më i madh është që të ndërprehet pirja e duhanit në mënyrë përnjëshme apo në mënyrë graduale, ose duke marrë terapi shtesë, cilat do të kishin lehtësuar simptomat e ndërprerjes pirjes së duhanit. Pastaj kemi këtë kategorinë tjetër, të janë pacientë cilët nuk kanë pi duhan, nuk kanë histori duhan pirjes, edhe si pasojë e kësaj këta problemet cilat i kanë prej shkaqeve tjera përveç duhan pirjes, siç është që përmendëm pra alergjitë, edhe ekspozimin në ndotje e kështu me radhë. Pra këta pacientë zakonisht janë pacientë mosha më të reja që normalisht i kanë të probleme edhe shfaqen të probleme her pas here, shfaqen sidomos në ndryshimin e sezoneve, në kohën kur ekspozohen në ndotje, kohën kur ekspozohen në alergjen. Në këto raste ne ju rekomandojmë gjithmonë të bëjnë një diagnostikim të qartë, ku është shkaku i problemeve tyre, dhe pastaj t'ju jepet terapia në bazë të. Në Kosovë ne kemi pas një ngritje të smurëve që kanë probleme respiratore. Kjo ka qenë si pasojë dy shkaqeve kryesore. Pra njëra ka qenë për shkak që është bërë vëdësimi më i madh i popullatës për problemet e tyre respiratore. Pra shumë njerëz para kohës së Covidit nuk kanë ditur që problemet e tyre vinë nga mushkritë dhe kanë pasur ato probleme dhe nuk janë trajtuar në mënyrë adekuate. Kurse pas Covidit është rritur ndërgjegjësimi i tyre dhe ata janë bërë më të vetëdijshëm për problematikën e tyre dhe si pasojë ata vinë tash direkt te mjeku i mushkrive për problematikën e tyre. Po ne kemi rritje edhe për shkak faktorëve të tjerë. Tani kemi një gjeneratë që kanë më shumë probleme respiratore. Pra janë më të ndihshëm, kemi një gjeneratë që kanë më shumë alergji respiratore, kanë më shumë koll, kanë më shumë ekspozime. Mos harrojmë që kemi edhe më shumë diagnostikim, pra bëjmë teste më shumë, edhe me ato e gjejmë ata njerëz që kanë probleme. Dhe sfundi kemi një ngritje të faktorëve të cilat shkaktojnë smundje mushkrive. Kemi ngritje të niveleve të ndotjes të ajrit, sidomos në hapësirat metropolitane të Prishtinës dhe qytetet më dha. Pastaj edhe ngritje të mjeteve ndryshme të ekspozimit, siç janë produkteve ndryshme të duhanit që kanë dalë në treg sfundi, edhe që të rinjt dhe të rejat janë duke i përdorur në një masë më të madhe.